Horoskopi i ujorit 2026. Ky horoskop për ujorin për vitin 2026 është menduar si një udhëzues, i dobishëm për të lundruar gjatë vitit me qartësi, pavarësi dhe praktik. Nuk është një udhëzues teorik, por një mjet praktik për transformimin e ideve, intuitave dhe vizioneve personale në zgjedhje të qëndrueshme të përditshme. Viti 2026 nuk ju kërkon të ndryshoni gjithçka, por ta bëni atë që tashmë e ndjeni se është e vërtet funksionale, duke e sjellë atë në realitet me metodë dhe qëndrueshmëri. Inovacion konkret dhe autonomi e përgjegjshme. Në vitin 2026, ujori thirret të bëjë një ndryshim vendimtar, nga vizioni në zbatim. Idetë janë të shumta, por është thelbësore të zgjidhni se cilat janë vërtet të denja për kohën dhe energjinë tuaj. Viti favorizon autonominë, për sa kohë që ajo nuk shndërrohet në izolim ose në veri ndaj diskutimin. Kur mëson të bashkëpunosh pa hequr dorë nga identiteti yt, rezultatet bëhen më të qëndrueshme dhe afatgjata. Liria pushon së qeni një aratisje dhe bëhet një strukturë fleksibile, e bërë nga zgjedhje të qëndrueshme, kufi të qartë dhe përgjegjësi të zgjedhura. Dashuria. Ujori beqar. Për ujorët beqar, viti 2026 sjell takime stimuluese, veçanërisht në nivelin mendor. Lidhjet shpesh lindin në kontekste jo konvencionale, të lidhura me ide, projekte, rrjete sociale ose interesa të përbashkëta. Kurioziteti është i lartë, por sfida nuk është të ndalemi vetëm te afiniteti intelektual. Gjatë vitit bëhet e rëndësishme të kuptoni nëse një marrëdhënie mund të respektojë nevojën tuaj për hapësirë pa u bërë sipërfaqësore. Në vitin 2026, dashuria për ujorin funksionon kur personi tjetër pranon veçantinë tuaj dhe është i hapur për dialog. Nëse shfaqen presion, ngurtësi ose përpjekje për t'u konformuar, është e shëndetshme të bëni një hap prapa përpara se marrëdhënia të bëhet një sakrificë e vetvlerësimit. Ujori si çift. Për ata që janë në një lidhje, viti 2026 kërkon një rivlerësim të ekuilibrit. Forca qëndron në aftësinë për të rinovuar marrëdhënien përmes ideve të reja dhe projekteve të përbashkëta. Vështirësia lind kur përdorni pavarësinë si streh për të shmangur përballjet më të thella emocionale. Marrëdhëniet përmirësohen kur liria komunikohet si nevojë, jo si distancë. Diskutimi i hapur për hapësirën tuaj, dëgjimi i hapësirës së njëri tjetrit dhe gjetja e një ekuilibri praktik midis autonomisë dhe pranisë forcon lidhjen. Në vitin 2026, intimiteti rritet kur të dy ndihen të lirë të jenë vetvetja pa humbur ndjenjen e përkatësisë. Shëndeti dhe mirëqenie. Në vitin 2026, mirëqenia e ujorit varet nga menaxhimi i ritmeve të tyre. Energjia mendore është e lartë, por mund të shpërndahet nëse nuk kanalizohet. Krijimi i një strukture minimale për ditën ndihmon në ruajtjen e ekuilibrit pa penguar spontanitetin. Ushtrimet ideale janë stimuluese pa mërzitshme, duke alternuar aktivitete të larmishme dhe fleksibile. Gjumi duhet të mbrohet gjithashtu me më shumë kujdes, duke shmangur sakrifikimin e pushimit për shkak të stimujve të tepërt të mbrëmjes. Në një nivel mendor, zvogëlimi i hiperlidhshmërisë dhe kushtimi i kohës për reflektim më të thellë nxit qartësinë. Çdo muaj, thjeshtimi i një zakoni ose angazhimi bëhet një akt konkret i kujdesit për veten. Puna dhe karriera. Karrierat për ujorin në vitin 2026 favorizojnë projekte inovative dhe shtigje jo konvencionale. Keni mundësinë të dalloheni, me kusht që idetë tuaja të jenë të kuptueshme dhe të zbatueshme. Sfida është të shmangni punën shumë të pavarur, gjë që rrezikon izolimin. Strategjia më efektive është përkthimi i vizionit në hapa praktik dhe të komunikueshëm. Ndarja e qëllimeve, proceseve dhe progresit rrit besueshmërinë dhe mbështetjen e jashtme. Deri në vjesh, një zgjedhje e qartë në një projekt prioritar ju lejon të përqendroni energjitë tuaja dhe të arrini rezultate të prekshme, duke shmangur shpërdorimin. Fazat e vitit 2026 për ujorin. Dimri, janar, mars. Muajt e parë kanë të bëjnë me qartësinë. Ju i rendisni idetë dhe angazhimet, duke lënë mënjan ato që nuk janë më në linjë. Zvogëlimi i të panevojshmes tani përgatitet për një vit më të qetë dhe më të menaxhueshëm. Pranvera, prill, qershor. Pranvera sjell lidhje dhe mundësi të reja.
Është një kohë e favorshme për eksperimentim dhe bashkëpunim, duke ruajtur njëkohësisht strukturën minimale. Projektet funksionojnë më mirë kur përcaktohen rolet dhe kufijt. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi i personazh.